Apoi i takon të ndonjë kombi tjetër. Çka jep kjo me kuptu? Pejgamberi ynë alayhi salam, jo vetëm se që i ka respektu kombet, por i ka respektu edhe fiset. Dhe ja ka mundësu çdo fisi kur ka luftu. Çka? Që ata ta kanë flamurin e tyre të fisit. Dhe edhe kur i ka radhit në betej, i ka nda fiset veç e veç. Nuk i ka përzi. Për çka? Arsyeja ka qenë se kur njeriu lufton krahas vllaut vet, kusheririt vet, nipit vet, atëherë zeli për luft është më i madh. Prandaj pejgamberi alayhis salam, këto dallime të cilat janë produkt i Zotit, nuk e produkt jo. Unë jam shqiptar, se Allah ka dashur tim shqiptar, se kam babën dhe nanën shqiptar dhe nuk mund bën tjetër. Dhe këte duhet pranu si qka? Duhet pranu si një dhunti për anës Zotit. A i ka dashur. Në ka danë gjyra, raca, në ka danë kombe, në ka danë fise, në kemi nata që i mundavet. Allah është a i ti në ka danë. Allahu Gjelle Shanuhu e përmend i lumi Zot në Kur'an prej shenjave të madhërisë ti. Qka? Ndryshimin e gjuhëve dhe të ngjyrave. Është dhunti e Zotit ajo. Ti që je i racës bardhë dhe që je shqiptar është dhunti e Zotit. Ai ka dashur që t'jesh kështu. Ke pas mund si t'jesh afrikan. Ke pas mund si t'jesh i racës verë kines. Por Allah ka dashur që t'jesh shqiptar. Por, cila është dobija e kësaj? Dobija e kësaj është Allahu Gjelle Shanuhu Kur'an fisnik shumë bukur e përshkruan. O ju njerëz, ne jemi, Allah, ne jemi ata që juve ju kemi kriju nga një mashkull nga një femër. E pastaj ju kemi nda në kombe e fise. Për çka? Që të nifeni me zvehte. Që të nifeni me zvehte. Ja këtu në xhami sa nuk kemi vetëm shqiptar, kemi edhe të kombësive tjera. Por ne qka, brenda kur hyn, ja unë ta shpiktu, brenda kur hyn, mos të ma tepër 90% e dy aj që hyn, ashtë para përkush. A kupton? Do të kjo është një dhunti e Zotit për t'i dallu njerëz prej kahvit. E pastaj Allahu do të thotë inna akramakum inda Allahi atqakum. Por më i ndershmi nga mesi i juj, më fisniku nga mesi i juj, kush është? Thot, është ai i cili është më i përkushtuarit ndaj Allahut Gjelle Shanuhu. Ai i cili përkushtohet Zotit, i përkushtohet ligjit ti, i përkushtohet urdhrave ti, i përkushtohet ndalesave ti. Si përkushtohet një urdhrave të Zotit? Duke i çuar vend ato. Si përkushtohet ndalesave të Zotit? Duke qenë larg prej ty. Si përkushtohet njeriu ligjeve të Zotit? Duke i çuar vend ato. Dhe këtë vërë kemi një përfaqësues këtë Kosovë. Nësa Macedonia ka Korçova veç, Prespa veç, nuk është në rregull. E kom fjallën të ajo se njeriu edhe në formë regionale, edhe në formë lokale nuk dënë me ndje diskriminim. Ashtë është ajo. Lema në formë kombëtare, në formë racore. E dim ne për shembull viteve 60-ta, këtu në Amerikë, se sa luft është ba kundër segregacionit, segregation, ndarjes mes të barëve dhe të zive.
Prandaj profeti ynë alayhis salam, pejgamberi alayhis salam, çekem abi niye pesme dava, mamuni Allah. Pejgamberi alayhis salam ka thënë la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bis taqwa. Nuk ka vlerë një arab kundër një jo arabi për pose me ndershmëri. Nëse është më i ndershëm, po me asgjë tjetër. Allahu na udhëzoft. Allahu na dhejtoft. Allahu xhelle shanuhu në rrugën e tij gjithë neve na bashkoft. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آل سيدنا محمد والسيرة والفضيلة ودرجة الرفيع وضاف اللهم مكان محمود الذي وانت انك لتوصل صلاة وسلام اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Nderuar vëllezër besimtar, Allahu xhallahu xhallahu e falenderojmë për këtë falje në ndim kërkojmë. Atë që Allahu udhëzon nuk ka kush që mund ta humbë, ai cili humb dhe delian nuk ka kush që mund ta udhëzojë pos mëshirës Allahu xhallahu xhallahu. Dhe të dashur, sot është seria e tretë. Domethënë e shpjegimit luftës në Islam. Të ashtu quajturit gjihad, i cili sot për sot është bërë fam keq për fat keq për neve muslimat. Por ne dim se Allah xhallahu xhallahu në mënyrë eksplicite, në mënyrë shumë qartë, shumë të hap e ka përmend gjihadin në Kur'an dhe ne nuk mund të mohojmë atë. Prandaj obligimi ynë është të themi fjalën e Zotit dhe ta kuptojmë drejt çka është gjihadi. Prandaj edhe kemi folë, është prej temave më të nxehta, është prej temave më të prekura, prej temave. Herën e kaluar kemi treguar se gjihadi apo lufta në Islam arsyetohet në 3 raste. Kur është pyetje mbrojtja e vetvetes, mbrojtja e familjes, mbrojtja e nderit, mbrojtja e
pasurisë. Numër 1. Pra këto çka ta arsyetojnë, ta lejojnë që ti të luftosh për ta mbrojtur veten, për ta mbrojtur familjen, për ta mbrojtur nderin, për ta mbrojtur pasurinë tënde. Pastaj e dyta është mbrojtja e të tjerëve të cilëve u është bërë padrejtësi. Duhet çunë kam dhe çka me mbrojt ata që janë të pamundshëm, që janë dot dhe nuk mund të mbrojnë këtë vetë. Dhe e treta, mbrojtja e lirisë fesë. Jo mbrojtja e fesë, jo mbrojtja e islamit. Mbrojtja e lirisë fesë, që njerëzit janë lirë të zgjedhin atë që ata dojnë. Ky pra është kuptimi i fjalës së Allahut dhe Xhanu, hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Mirë që feja të jetë e tëra ashtu siç është për Allah, do të çka njeriu ta zgjedh vetë me dëshirën e vet, e jo të imponohet. Sot do të vazhdojmë të shpjegojmë rreth asaj se xhihadi nuk është mjet ideologjik kundër jo muslimanëve, por është një mjet etik, një mjet moral kundër zullumçarëve, kundër atyre që janë të padrejtë, kundër atyre që janë tiranë, kundër atyre të cilët i uzurpojnë të drejtat e të tjerë. Prandaj edhe një herë themi, xhihadi apo lufta në islam nuk është luftë kundër jo muslimanëve, por është luftë kundër tiranëve, kundër dhunës dhe padrejtësisë. Mujahidi vërtet është ai i cili lufton çka? I lufton tiranët, i lufton zullumçarët, i lufton kolonizatorët, i lufton diktatorët. Prandaj Islami ka urdhëruar që të luftohet edhe tirani musliman, edhe zullumçari musliman. Pavarësisht se sa musliman e kemë profitim të luftojnë zullumçarin, të luftojnë diktatorin. Sprapset sulmuesi musliman, nëse të sulmon dhe pengohet muslimani i cili ushtron dhunde të tjera. Prandaj Allah dhe Xhanu surën Hujurat thotë: "Wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Nëse dy grupe prej besimtarëve luftojnë me njëri tjetrin, më thënë prej muslimanëve luftojnë me njëri tjetrin, fa aslihu bainahuma. Bëni paqë mes tyre, pra pajtoni ata. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, e nëse njëri grup e sulmon grupin tjetër dhe nuk do të paqë, فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Do të atëherë luftoni grupin i cili bën dhunë derisa ti nuk shtrohet ligjit Zotit. فإن فاءت فأصلحوا بينهما. E nëse dozohet, atëherë përsëri qëllimi juaj duhet të jetë që ti pajtoni dy grupet. Aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Rini të drejtë, qëndroni të drejtë, se Zoti i don ata që janë të drejtë. Pra, vëllezër, nga këtë kjo çka nuk kuptojmë. Nuk kuptojmë se muslimani duhet gjithmonë ta lufton tiraninë, ta lufton zullumin dhe gjithmonë t'i rrim krah atij që i bën opresion, atij që i bën dhunë, atij që i bën e padrejtë.